Luftë për karige edhe në shkolla. Këtër nuk bëhet fjalë për poste drejtuese, po për një vend ku nxënësit të mësojnë normalisht. Pasojat e mbingarkesës janë shfaqur që një javë e para dhe pikërisht në shkollat më të frekuentuara. Këto pamje janë marrë gjatë një ore mësimi në gjimnazin Ismail Qemali në Tiranë. Duket e pazakont, por është e vërtet. Në mungesë të karigeve, gjysma e nxënësve qëndrojnë mbi banka gjatë gjithë orës së mësimit. Pse janë mbi bank? Po se s'kishim karrige, i kanë marrë në klaset e tjera, nga që edhe ato s'kishin karrige dhe vini marrën këtu. Kështu rrini përgjithsisht në orë të mësimit? Po. Kur ka fiskulturë një klasë për shembull, vemi marrim të ajo klasa. Kemi një fiskulturë, vini ai marrim prapë. Jo, mësimi nuk bën normalisht, kështu po. Me të shtyrë do e bëjmë. Bëhet jo rëmuj, nuk është shumë, edhe për të parë nuk është shumë kështu, plus që ato kanë që orën e dytë që rinë këmbë. Kësa hire më të shkathët janë treguar nxënësit e klasës ngjitur. Në pamundësi që orën e fizikës ta zhvillojnë në këmbë apo 2 veta në një karige, më mirë preferojnë të ngjeshen si zakonisht, 3 nxënës në një bank. Sot paktën e kemi nga një karige për secilin, pavarësisht se jemi 3 veta në bank, po ka pasur dhe ditë kur kishim një karige dhe uleshim 2 nxënës në një karige dhe ishte mjaft e vështirë. Edhe për të shkruar, po edhe për të qëndruar. Të mësuar me këtë situatë, madje edhe me numrin mbi normë të nxënësve për klasë, mësuesit përpiqen të bëjnë mësim në kushtet që ofron shkolla. 42 nxënës. Tash shumë janë, por këta kanë diçka në favorën e numrit, sepse janë gati të njëjtin nivel. Mirë do ishte pak më pak, të ishin 2 veta në bank, do që më mirë. Drejtuesit e shkollës Ismail Qemali tregojnë se kjo situatë është krijuar nga mësimi me 2 turne. Klasa e paraditës ka 45 veta. Klasa e mbasdites që rrinë në atë dhomë ka 35. Atëre që ndodh, një klasë tjetër që është në një dhomë tjetër ka më tepër, shkon dhe merr aty 10 karige. Kur vinë në mëngjes, këto gjenë më pak 10 karige. Me mundësi që kemi pasur, kemi rregulluar të gjitha kariget e vjetra. Presim një furnizim, një pjesë të karigeve do ta blem edhe vetë me një lloj fondi që kemi krijuar. Por ky nuk është i vetmi gjimnazi i Tiranës që ndodhet në këto kushte. Mbi ngarkesa e klasave, mësimi me turne, mbi të gjitha mungesa e bazës materiale, deri te kariget për nxënësit, po ul interesin e fëmijëve për shkollën, ndërsa arsimi po humb seriozitetin.